Përshëndetje nga Prishtina, shikues të televizionit Ziko TV në emisionin Night Show. Pra, ne do jemi me të madhin e muzikës që do ta kemi musafir për ju, shikues të emisionit Night Show. Pra, është me ne dhe për ju, shikues të televizionit Ziko TV. Është pra i madhi, i vogli, i shkurti i emisionit Night Show, Shemi i grupit i Lerve. Shemi, faleminderit shumë që pranuat ftesën të jeni me ne. Megjithëse, ky televizion është shumë i respektuar nga ana e grupit tim, edhe i përgëzoj këtë stafin, edhe ju them se i dua shumë. Shemi, është emisioni Night Show, nuk po plakësh, është emision argëtues për shikuesit e televizionit Ziko, nuk po plakësh, pse? Jo, po unë mu për asë shak jam rikëthy se fillova mu plake kur ju ktheja muzikës janë u përtrira, që do të se muzikat më mbanë kështu, dhe dere sa të mundem do të mere me muzikë. E zgjedhëm zbashku me ekipin e emisionit Night Show dhe me ty këtë park këtu, se tha ma poshtë ke tu, apo? Kam lind aty, kjo është parku jem, unë këtu jam rrit, këtu visha me shoqëri të luaj, bile qa karakteristik këtu kam fillu edhe me këndu, se kur mbleshim me shok, më shteshin me këndu këtu, në park, mbleshim 20 shok gati këtu. Çdo herë të rrugës sime, edhe aty kom fillu hapat e partu si këngëtare, këndojsha, edhe ashtu, si për hajgare pasaj dul diçka. Shemi, për emisionin e Night Show, ka mundësi për shikuesit që do ta përcjellin emisionin, kush është Shemi, nga është Shemi? Shemi është nga Prishtina, këtu kam lindur, merrem me muzikë masë 3 decenje. Grupi i Liret nuk është grupi im i parë, por është grupi i parë serioz i imi, me të cilin kam bërë ngjëzimet e para. Dhe kjo është një biografi e shkurtë e ime. Shemia të kujtohet kënga e parë që e keni me këndu, cila është? Po, kënga e parë të cilën ne me Ilirët e kemi nizu ka qenë Merita. Merita. A mundesh pak për shikuesit e emisionit Night Show, një refren të shkurt? A të kujtohet kënga? Sytet tu më shikojnë, jo s'më shikojnë, duart e tua s'më levatojnë, jo s'më levatojnë, o Merita. Shemia ka lidhje diçka me jetën tonë Merita? Jo. S'ka edhe pse këtu drejt po tregoj ky vend ku erdhëm ne me Zgjondjena, se mirë kam pas edhe une femra e visha këtu në park, se atër kemi qenë të varfa, s'kemi pasë s'ku t'i qojmë, e virim këtu në park. Këta jo, vërtet me Zgjondjenat, disiu për Mallova. Shemi, emisionin tonë shikojnë shumë shikues, tha që ki pas femna? Do, kam pas, se muzikant, po let na shikon, aja den këtë kaluarën time. Nuk i duk të shbashon? Jo, asë aja ka qenë e kaluara ime. Kuj ti interesant e kaluarja ime. Shemi, a ka mundësi me na tregu si ka qenë fillimi i karrierës muzikore të Shemit, edhe shikues kanë dëshirë ta dinë, si ka qenë një fillim i vështirë, një fillim i lehtë? Jo, ka qenë një fillim shumë i vështirë, në atë kohë ka qenë shumë më vështirë se tani. Për shembull, për të bërë ndonjë ngjëzim, një apo 2 ngjëzime, është dash të presësh në radio televizionit, jo, në Radio Prishtina të ka qenë. Radio Televizionit Prishtinës, është dash të presësh në kohë të gjatë. Për edhin shumë ka qenë më vështirë, dhe me di se ka qenë si fest kur do të hyjmë në studio të i bëjmë ngjëzimet, 2 ngjëzime, ato i kemi pas 2 apo 3 orë. Më kujtohet ajo kohë, ka pas diçka bukur aty, por thashë vështirësina mjaft. Ka pas vështirësina mjaft. Me Shemi rikthy me pas një pauze, 10 vjeçare, po. Unë shma ne spjegu që ato 10 vjetë që ki përshu, për shikuesit. A ka qenë vështirë me përshu ato? Night Show. Po mirë, ka qenë ai transformimi, lufta, pas luftës ma, desa edhe në veti. Edhe unë nuk i një atje edhe 10 vjetë, se as i kolegët e mi gati s'kanë ekzistuar 3, 4 apo 5 vjetë pas luftës, se desa u rikëmbëm, si thonë. Night Show. Por unë në vërtet pa ta mendu se kur më nuk do të kthehem. Zdi, mendova se misionim ka mbaru. Unë ma shumë i kom kënduar qenjes kombëtare,
edhe thashtë, mos I thashtë ju pavarësu, s'ka mas shkatë, se mu mas shumë ti më kanë shqetësu, mas shumë ti më kanë josh këngët këngët për këmbë. Edhe tash pas pavarësisë, mirë, nuk është keq të këndohet edhe tash, por unë po them te populli ndryshe është. Tash po duhet më shumë me këshnu për dashuri çka. Për dashuri. Po ktheve me këngën shemi Xhamadani via via që boni bum. Kudo që ka shqiptar një këngë shumë bombastike. Si është prit Xhamadani via via. Edhe kujna ishte ideja shem me bo këtë këngë Xhamadani via via. Po mirë, këtë këngë që kena punu ne ka qenë ideja ime, por ka qenë me Enis Preshevën kemi bërë atë këngë, edhe vërtet unë e kam pritë se kom u ba një këngë shumë fort, por se do të bëhet kështu, veç e kanë shpallë si him këngëtar, vërtet nuk kom pritë, por është një këngë, kur e këndoj në mbrëmje, është aq madhështore, duke se ke qenë edhe ty dhe dina e si është, po sa qesh kur të interpretojnë live. E fiton atë peshën e madhe kur me këtë popullin e publikun aty këndojnë. Ajo është madhështore. Vërtet është një këngë, një këngë që vështire ka dikush ta bëj një këngë aq madhe siç ka qenë Xhamadani via via. Shemi shikuesit kanë dëshirë me dëgju pak live nga shemi Xhamadani via via. A ke këndu ti atë këngë shem? Po. Mirë. A bon pak? Xhamadani via via, është Kosova, është Shqipnia, resi zemër qiteli. Ati po do në një pak me zërin tim karakteristik. Po, e disi, mjaft është ka që së shpejti do të vim atje ka ju, edhe do të performojnë live, edhe me atë popullin e ju atje do të këndojnë këtë këngë. Kështu me tërfuqin, si që themë. Shemi shweni vetën ma mirë, live-back, a live para shikuzve? Ja. Une ketëm që më njojnë e din, une jam këngëtar live, edhe gjithë kohë mbjet live. Live? Pa disi, si që po veprojnë disa me CD-ja, me ato. Pjo këtë CD-ja? Zdi, Unë gjithë më kanë qenë live këngëtar. Zakonisht në gjirimet programeve kënon me CD-ja. Ajo është tjetër ato. Shemi atë ka ndodhur me të CD-ja në herë. Që shpjo këtën këngëtarve tjere? Po mirë, unë së tash në rol kom këndu me CD. Po më duket që njëherë më ka ndodhur, më ka ndodhur njëherë më duket. Edhe që kom boni kom këndu pa CD, kom vazhdu vetë, po s'pon kujtoj cila kam ka qenë. Kam vazhdu në vetë, të këndoj. Edhe veç rrallë që shkojnë pa orkestër. Unë jam live këngëtar. E mund është pak për orkestër, për mene edhe e marrë të orkestër se nga idhnohë. Unë punoj me, për momentin me Agon Ramadanin. Bica? Muratin. Bica është, me Bicën kanë kontakte, por Bica është shumë i preokupuar. Ai punon edhe si solo vetë. Bile edhe ka fillu me këndu edhe vetë ai, edhin. Por nuk i kom, edhin, unë me asë antar tim nuk i kom prish punë, edhin, jemi bashkë, por si cili ka obligimet e veta, edhin, tashti, si që të i ke bobem, ku gjo ma mirë të rëmë edhe mu, tash, ata shkojnë, por ne mbesimi në një kontakt. Bica ka ba masë shumë të i pas të rikëthimit tem në grupin e lirë. Folëm pak ma herë, jashtë kamera për disa këngë që do të pritën shumë shpejt nga shemi. Po, duhet të them se kështu për opinion, se vitin e kaluar kam qenë shumë dembel, nuk kam punu. Dhe shkaqet nuk kanë qenë të une, por kanë qenë me producenta, ku ta diun. Dua të them se në këtë vit kam e qenë shumë aktive. Dhe krejt prej vetit kam e dhonë, kam e punu me disa vipa, mos i përmendit tash. Kam e bë duete, por me vipa, domethënë me këngëtare popularizuara. Dhe në këtë vit, nëse unë nuk bëj diçka në i bum të madh, siç kam thënë, ndoshta do ta bëja pet pauzën 10 vjeçare. Inshallah, jo shemi, nuk ka pauzë 10 vjeçare. Edhe dihet se më kur do të kthehem. Me cilin kolege kishe pas ndonjë bashkëpunim kështu për shefi, me pas një bashkëpunim të mirë? Na kish konvenu me bëni kina pa do bisedime, por jo bash serioze me Gentën.
Se Genta përputhet me mu, me zërin tim, edin. Edhe, por ajo nuk do të thotë, muj me bo dhe me Dafina Zeqiri, në shkankare mirë, muj me bo edhe me Nora i strefim, pse jo, edin. Por e di se do t'i bëj me vipa, se që këto këngë që i kemi pregadit që tash do t'i ingjizoj në një studio të fort, edhe tash shëmvaret, kur bëhet ingjizimi, se ne nuk e kemi si përpara që kemi pas ganën, gana ka qenë këngëtare jonë, mos e kemi, se mu masë shumë të me shiku kështu hëllë shqip, mu masë shumë të me konvenon me këndu me Meria vrahën. Na jemi të lindur. Por mirë, Meria tash është shumë e angazhuar edhe rreth projekteve të saja, edhe rreth televizionit. Unë në këtë video do të bashkëpunim por këtë më varë për këngës, që kur të kryet kënga atëre thiri këngëtarën, dhe them hajde që kush kënga, atë konvenon, asë konvenon. Unë nuk kam dëshirë të jepën këngën dikujt të këndoje që veç ta këndoje ashtu. Nëse si konvenon, atëre i thoma mirë mëse këndoje. Shemi, përcjell seriali? Jo. Jo. Pse këto gruja e përcjell. Ma ti s'përcjell seriali? Këto që të turke që në gjë? Ato këtë gruja më në ja përkthej, se di turqishtën mirë. Po, a? Ja përkthej nga një herë po. Shemi, qysh i vjen turqisht mi marrë bijat në pamë? Ja, ku ma gjete, mi ma vijat po. Ja, s'moj me gjete, atë qarë s'moj me gjete. Ku ma gjete bashkë një që të... A këni pas në nërë konflikt me bashkëtorët tuaj për seriale? Jo s'po du me këshyri, jo pe këshyri, jo lej? Po, shpesh vidim, na le ma mërë, brak mërë, një më garim. Ka tham agëri. Po mirë, grujem nuk e të shishtën, po nga njëre ka fillu me mësu, vërtet ka fillu me mësu, një kështu ty një vjan, pse, edhe ja ka fillu me ditë dhe turqishtën, pse jo, ti je i pasën për një gjuhë, mirë. Cilë sport? Sportin po, futbolin e kom desht, bilem edhe ma shumë se muzikën, niko. Cilin ekipe pëlqen ma shumë? Evropian, unë jam për Interi, prej familisë. Unë me 7 vjeçar ku kam qenë, unë e kam qenë. Pse Interi? Zi, me ka pëlqy atëre ka lujt Gjakinto Faketi, e di aj, shumë me ka josh aj, kam deshat futbolist. Do shta për shkak Tina, Indjerit, tash ka vdek, Gjakinto Faketi. E për shkak Tina, më pas pëlqy si futbolist, edhe unë pas e bona interes. Shemi, çka mendon për këngëtarët e ri që po dalin në skenë? Po, edhe si, pak janë, tash punës, pak po shkojnë njërë psikike, tash ndalë, tash ma nuk punë, tash ma kompjuteri, ta kryjnë punën, mune është dhe mos me këndu eq, veç do t'hajde. Unë ju në hajgore ju thash, tash edhe pak, s'kam në athira s'njeve me i këndu këngë, veç ku shkojnë ati gjenat gatshme. E po du me thonë se këtë është pak mirë me anike, unë nuk jam për ata, po qëfar të bësh, biznisi, tash ke pare mundesh më po këngëtar, letë. Mësë për pasë shka me voshim? Pyetje me vend, se mjaft nuk kanë edhe unë po ju thëmë që kanë ideja, mu po më lajmëruan në internet edhe në sa tritë edhin. Zdi pse bashkë mu në shtatë të vërtet ju këmë një mu njerës. Edhe ata minoj tash që zdo kujt do t'i një moj pas po mu i me mri. Por po thot në dëgjama këngën, ndëgjama. Edhe kapi janë dëgjoj edhe ja qaj një opinion timin edhin. Po du me thonë ka, po nuk ka me investua, nuk ka me bas spot, nuk ka me këta e paguhet edhin. Edhe hasin e vështërësina, më vjen keq për tyre. Na kem probleme e lemata që edhe përfitojmë diçka, po e lemata që s'fitojnë asgjë. Shemi atë kujtojtë sa kongi ki? Ja, nja i qenë, po, na një qenë, ma shumë, ja. Une nuk kom i gjizu, grupi unë ka qenë i lirë performance live, ma shumë. Ne kena këndu live, po. Nuk kemi shumë i gjizime, Një qenë, me thonë, një qenë a kemi. Cila ka Shemi ty të përqe ma shumë ti, që e ke këndu, prej rikëthimi, prej Gjamadanit e Turqi? Po, bi Gjamadanit, Gjamadanit është e para, a që me më lanë për shtypjet, hatash më ka lënë rinithu e këngës. Unë e po thëmë edhe pse... Ta kujton dishka? Po jo, po ajo është vetmja këngë që ka hi në repertoarin tim që ka shu Shkodran Tolaj. Po që dikush ma ka qellu, është Shkodran Tolaj. Edhe me tekst Mentor Thaqit, një poetit tonë që jeton në Gjermani, edhe qash bukur është që shu bëhe këngazit. Edhe mirë, a ka kalu super e në veç. Jo si do tjera që kalu të lavat që e mere me verti. E sa është ta e kongë e vleshme, ata e din ata që e kuptojnë muzikën. Sa kongë e vleshme është rinit uja këngës. Night Show.
edhe të skrishte, thuja këngës shqipe në gjuhën I lirishte. Night Show. Shemi, a kënë të lava ti? Zdi. Se kom të gjutë që Shemi Jo. do të utilizohet në përdorsma. Po, veshëm për të thëmë nisem, të thëmë disham, nuk është e vërtet. Kur të bësh ti ndonjë darsë familjare apo e ki dikën të familjes, thero mua e këshirëm se... Po, kamermati marton. E thero mua e këshirë sa guxojnë me kënu ata tallava me mu. Unë kur dal me këndu atje. Po natyrisht ata që t'ja tallava, ato që ta ma ke qitën në darsën. Unë e po lyme që ta të nga tjetë e bësh. Po që të mu e të regoj, në gjdo darsëm që kam qenë timen familjare, gati është prish darsme. Se mu ka duhet me ndajten jashtë objektit. Jashtë objektit. Se më nëshme para mendu kur del unë të këndoj atje Gjamadani, Rini thuja ka, ku më më në të me ndëgju atje? Po ju s'pe kuptoni se ju po impononi atje, a kuptoni? S'ka darsëm, tash ti kemi marrë tallava, se menon që është ashtu, po nuk është, se në këtë rrethin ton, këto republikat, këto rrethit ku jem namës të përmeni Greqia, Serbia, Maqedonia, aty I kije darsma, teri këtu I kanë flëg, rokera pojnë darsma. Elita 5, e din sa darsme t'i kanë Maqedoni. Elita 5. E duhet me ditën se ti merresh me këto gjëra. Po ne na jemi këtë naut. Shkon aty përpara ka qenë ndryshe. Mirë që e se ke darsma, se një temë shumë e rëndësishme. Në darsma përpara ka pas veç pleq. Edhe tri s'ka në darsma, si ka në tri me hiq. S'ka në hiq. Edhe ajo e ka pas logjikën e vetë vërtet. Mi mor ata me Çiftelia, Hashim Shalën, Rahmetlin, ta Idrenicën, po me kënë dy unë. Ata shkojnë të rritur, e thop, ati api sheth, këtë ata në diskoteka që shkojnë, vinë darsën. E pse tash ne duhet me qatë muzikën e tjetërve. Ajo është absurd I madh, vërtet. Unë po ta them një sen, që sharake është bilem. Edhe po them që të I bënë një darsën, thyrë muë, të prish darsme. Thyrë ka ndush për muë, s'po di, ka me thonë, se s'është mirë mi përmena këngëtarë, I kom kolegë. Ka në të duash të raten, bënë më në të në mëre. Të rjetën do t'i kalli kandilat, po ha e një normal, bërë ju me Ej, 100 vjetë kënu në ato kongë. Qatë të renë e këndonë çdo këngëtar që t'vjenë. Dije, si t'vjenë, e atë unë e ta e për repertorin se nuk me kënu këngëtari. S'kini me të rgu ermin, heq. Do t'i kallim kandilat, Mihane më Mihane, që ato kemi të gjuhë. Ku që tjetë? Du Shemina për darsme. Jo. Ku se kanë dëshirë me ditë? Jo, nuk kam këndu. A do me fillu? Jo, ne kemi desh me fillu, po edhe kemi pasën do oferta. Po na kena thonë duhet me qenë, natyrisht për me kënduna në përtas të darsma, duhet me qenë në pak kushtet. Mu bë kushtet, një bin me qenë mirë, me qenë, na kena me shku me light show, se ata mere me ti qara pësuti. Me light show ka këtu ku ka pak para. Në për qëto diskoteka ku për shoti. A në darsma e në ka 4-5.000, shkos qyre zërimin vetëm qarë zërimi është. Është që sharak. E ai që I ka pagu ato para, ai I ngrati, ai që I darsmes, ai ato nuk I din. Ai ka pru mira puna, mi mësuna, me pak jem knaqër. Por me 5.000-4.000 euro, sa jepen. Po e din që ka bat aty. Aty bat që vetëm me njizu kamera është mjaft. Po, shqiptari është qashtu. Shefi maj mas Istanbuli, shkel pare, po tap, edhe mos me dit asaj ka pru asku. Unë kom qenë darsma. Që pagu 4.000 euro. Besëm, atë zërim asë në shtëpin teme me ndëgju muzikë se kësha lëshu. Dy ato kutije ka qitën, 4.000 euro I ka marrë. Zdi, qa me vonë të shumë. Asë pytin, asë... Se s'pële mënën të ti. Ti di kuja qënë? E përmene zërimin. Po. Kemi pas bashkëpunime dhe kemi bashkëpunime për fatë mirë. Gjithmonë kur të kompëtirëm ke vetë I lera ka zërim të mirë. Gjithmonë, natyrisht. Une, Kështë me dalë mirë. Po natyrisht, se une po thom edhe atje ti ku shkojnë atje din që as për gjys nuk është sa fitojna, se ndarsma, për ndarsma. Se më dhonë mua ato parët e darsmave. Po edhe si ja bëj aty, s'kam nevojë as të këndojmë, vetëm kur kishte dalë ai çifti me atë light që kësha organizuar atë. Me gjiruaj, ai 5 vjetë kishte shikuar në televizion. Është absurd më që e ka bojnë. Ata edhe po tom edhe një gjë, e kam një porosi. Me këngëtar të ri ma mirë punoni, se me këta që po menoni që jenë vipa. Këta këngëtar të ri bilen po këndojnë, tër natën. Ata e ke pa jo hangna buk, jo këto, I shkon gjithë nata, gjithë nata po. Sa e sunë këndon se çdo natë këndon dikon, a më këndon. Une ma shumë e preferoj me këndu
këngëtar të ri. Në dashmen time ka kënu këngëtar që se ka njoft kushiq, na ka kënaq. Shemi më intereson mua edhe shikuesit kanë qef me ditë pse shemi gjithmonë me kapel. Aha, kapela e kom tregu një Edhe herë. në publik, edhe Po. na për emision. Edhe njerë, edhe po ta them një sen, bashkë i parkë, mos i më shtinë më pyet. Gjëja më e bukur që unë e kam pasën, që thonë, edhe në fizionomin teme kanë qenë flokët. Gjata, si jo, gjata, naturale. Unë po thëm, vishin jesë mi prekshin se a i ke në gjyja, qa që flokët e bukra i kom pas. Po njëre më kanë ranë në një vend këtu, i kom pas një lëndim, si lëndim. Edhe pastaj isha në Gjermani në turne, edhe më ka e pa këta trupi që ishin bashkë, s'ban ashtu me darta, se nësa keq. Këtu kisha flok, këtu s'kisha flok. Ta që të thani ka perda. Ishte viti 1995. Po, në Gjermani tha, hajte qita, e kishim një koncertin e para aty. Edhe unë s'mendua me lanë kapelën, asëse, edhe që s'kapelën me ganën e mikanatërë. Që atërë që kona e kuva jonë, kjo Hasanaga, se klave, e kallëm këtë, a i thot, menanxerit i thot atë, ej, tu, tha, tha ti mos ka pa, tha me hek, tha i shkapelën, tha se krejt, po thujnë, aj me ka po që e kalli. Pi atishtë më ka mirë kapelën. Atë ka ndodhë që mi me shku me ndonjë turne. Po. Atë ka ndodhë në herë mësë me të njohë dikush. Po kanë, kur, E kam fjallën, derisa e hi për me hi në garderobë. Më garderobë, po mirë, unë e kam fizionë më qërë që ka njerë nuk baj kapelët, nëse kam qenë pa kapelët, ka mu të mësë më njoftë. Edhen? Por mirë, unë të nëse fletë për këtë periudën që e kam pasat pauzën 10 vjeçare. Ja, ato së më ka njoftë kërkosh çfarë, unë kërë më rikëthy, ja përshën, kush është kjo? Shemi, aha. I lirët, po dhe qka kom një, Gjamadani, po, Gjamadani. Do më thonë, i lirët, vetëm Gjamadani. Vërtes më ka njoftën. Tash në kohën e fundit, po, kohin marketinga se problem kam, do të 100 fotografi më kam. Që me thonë që këngëtarët kam pare shumë, a është e vërtetë që kam qef me ditë? Kam pare, thonë shumë, Na rajna shumë, na rajna shumë, po ta them një sen. Këto shpesher ja kom spjegu njerëzve dhe ty që po ta them. Së është e vërtetë. Unë duhet me të rajt ty me thonë po vitoj pare se qara autoriteti kisha pare se me thonë peçka bona, kalla, më dole njerëz, gushat. Po sa fitoj, vallaj, jo, kur që pak diçkas. Po dha marrë këtë, autoritet s'ki. Në duhet me të rajt, edhe një pa që a marrë 1.000 ku me thonë 3.000. Apo po ta thëmë se së është e vërtet. Se ka për shamëll dështime, ta shkuan e fundi po sa qërisht kriza ekonomike, po dështojnë, i thot po t'jep 2.000 euro, ku shëna t'ja 300 se jep. A ndodhë ashtu shumë? Po përves. Atë ka ndodhë? Mu faleminderit. Unë ka ndodhën një herë, më duket, unë ka ndodhën, po ajo unë e vetë këmë thënë. Unë e një që kërkoj, me qitën plakatat, me ma ba reklamën, ajo qytet po, ku nëse unë e shëf që ajo këtë i ka ba mirë, dhe nëse s'ka arë publiko, unë ati asë në cënë se lypi. Se do me thonë i lirë, do të me pru atë publiko, një aj menageri. Kime pas të oferta shumë më fësoj dhe njerë që shtu? Jo, gjithë edhe ju kom thonë, i kom dëshmitar menagerat. Edhe mu? Ne duhet të natë, ne atë shmimi që ja kom kërku ka me dhanë. Ska, ato jemi marrë vesh. Për 100 vjetë, 30 vjetë unë nuk i, por o problemi që nëse ka qitë plakataj me kohë edhe këtë ka ba, dhe s'na ka arë një publiko, i lirët kanë faj, i hojtë menageri. Sa të jesh unë i lirët, se kanë pru publikun, edhe unë nuk i hypin qafat i njëri. Po s'u kanë ndodhë. Çdo herë sa kom shku e spice kam pas, ku kom shku? Unë e tregom, ku ka qenë? Kohën e lirë shemi, shikus të emisionit Night Show kanë dëshirë me ditë kohën e lirë, si një VIP, si shemi, ku e ka lënë, çka bën kohën e lirë? A pinë qaj të shpia? Po, qaj trus e pi. Trusin? Ja, po e pi. Unë me thoni rusit, Po. Qaj trus këm pi ma shumë për para, tash kur e këm lanë dohanin që gati veç 8 vite, ma pak pe pi, por pe pi. Me fëmit e mi, kom 2 fëmit vogël. Me ta barahatna që të ka shpia. Shoqënia vallaj dhe të tregoj përveç tyne të grupit që i kam edhin, me tjetë ma rallë për takohën edhin. Shikoj ndeshje futbolistike, ndëgjoj muzikë, në internet, dirë si krejt.
Shumë porren, shemin? Po, kompetin se edhe ti porren. Se edhe ti porren, për shta pedin që i porrjedhën. Se po bisedojnë aty me atë internet. Na ka bo obsesion. Shemim, fëmija, Po. a do t'i aktivizojsh me muzikë? Jo, A do t'i jo. punojsh apo jo? Që ky vogli u bo një reper, 8 vjeçar është, po kënon rap anglisht, këtë dini. Hajde me thoni kada, a i madhe jo, a i madhe futbolist. Ju në futbol, është në Prishtinë me U17 është. E ka në rajt që ka një talent të shof. Shemi jemi edhe ka fundi. Çdo gjë vitin janë fundi. Po, inshallah jo shemi përsëri me projekte tjera. Shemi, për fund, për shikuesit e emisionit Night Show, Po. që do t'jetë çdo të shtuni për orës 22:00, do t'jetë me shumë musafir nga biznesi, nga muzika, nga gjitha lami do t'i kemi në emision. Po. Pa të lutën. Lutën? Po. Jo, halo. Shumë mirë, do me thonë, shumë mirë që më ke marrë mu për para. E përshëndes prefektin e qytetit, drejt po thëmë jam gëzuar shumë jam gëzuar, pa masë jam gëzuar, kërkom di se ajo është bërë prefekti i qytetit, është i moderuar, ka me fitu shumë Gjelani me ardhen e atinë, jam i bindur. Nashtë aty... Jo, tash nuk fola si le të kë... Jo, tash nuk fola. Unë e kom pasën idhull të madhë presidentin tonë legjendar, Ibrahim Rrugovën. Edhe veç po thëmë, tash nuk fola si le të kë, fola si qytetari i Kosovës. Që pëse jo edhe... është jaftë, këtë e dinë, s'ka aty parti. Unë e di që je PDK, po s'kom qatë bëj. Ja, unë si përkas asni parti ashemi. Vërdet? Ja. Si e PDK? Ja, nuk du më ju përzi parti, asni parti, jom anti-partia. Unë thash, unë Ibrahim Rrugovën e kam në zemër dhe me te ku me vdek. Mirë, shemi, shka këshemi thonë shikuzve për Unë mas pari duhet të thëmë se edhe një do t'i falemendrohen kësaj shtëpije, e se një në ka dhanë publicitet, edhe naja kemi këthuj se kur s'kemi bo diçka keq, kështu kemi dhënë një kontribut në televizion, por ma shumë ata na kanë ndihmu neve, unë e përgëzoj edhe drejtorin e juaj. Ju dëshiroj sukses, që kjo nis me këtij emisionit është shumë e qelluar, për stepër me. Po, për stepër këto emisione ka, unë e di në Amerikë shikoj shumë ku thirrën si personalitetet, jo të muzikës, po që ta të po universale, po. Edhe unë ju përgëzoj të gjithë, mos më shani që i një lodh pak i një arë në Prishtinë, se unë thash vjedhone. A ishtë ashtu? Që duhet thash unë vinë Gjelan, se Gjelani më pëlqen shumë, së shpetin do të shihemi në një performancë atje, se na ka marrë malli më të si mi kanë. Duhet të përshëndetoj mas pari ta përgëzoj një emision i cili tash starton në TV Ziko, Night Show, Iliri Show, ma mirë të them. Besoj se ky program ka me qenë shumë i shikuar dhe jo është për dashamirët e këtij zhanri, do me thonë universal. Besoj se keni me qenë të kënaqur, jam i bindur që keni me qenë të kënaqur. Shemi, faleminderit shumë.